Unë jam Francesco Januzej, përfaqësuesi i shoqërisë interurbane. Edhe sot jemi mbledhur këtu për stacionin që na ka kaluar bashkia në miratim, që është stacioni i ri këtu te Kastrati, te rruga që lidhet me Burgun. Dhe ne s'jemi fare dakord, nuk kemi bërë asnjë marrëveshje asnjë gjë me bashkinë që thotë kemi bërë marrëveshje, kemi rënë dakord me autobuzat, ne nuk kemi dakord. Tu s'plotësohet asnjë kusht. Tu qytetari është i rrezikuar, shoferët janë të rrezikuar dhe ne nuk kemi dakord fare, s'ka kushtet më minimale. S'kemi ku mund të qëndrojmë, s'kemi ku mund të vëmë një biletari të ri shoferi dhe pasagerët të rinë rehat. Por në qoftë se ka kushtet, në qoftë se ndërtohet një terminal, ne atë po kërkojmë. Se terminali është për autobuzat, nuk mund të na çojnë në rrugë. Pirateria tani është rritur gati 95%. Ne 5% po çojmë pasagerë në Tiranë, tani edhe në rrethet e tjera. Sepse në vendet që ishim ne, tani ka kaluar stacioni fugonave, taksive, 4+1. Ne do vazhdojmë, do pezullojmë punën, siç e kemi pezulluar dhe sot, do pezullojmë punën se s'ka zgjidhje ky më fenomen. Po na marrin nëpër këmbë. Ne jemi taksapagues të rregullt edhe nuk po ja dalim dot më.